Shkolla e mesme profesionale Kolin Gjoka në Lezhë ka nisur përgatitjet për vitin e ri shkollor 2026-2027. Vëmendja kryesore është përqendruar te pararegjistrimet, ku interesi i nxënësve që kanë përfunduar klasën e 9 për arsimin profesional është i konsiderueshëm. Drejtori i shkollës Kolin Gjoka, Bart Xhonaj, u bëri thirrje të gjithë të rinjve që të zgjedhin këtë institucion arsimor, duke cilësuar atë si një mundësi të sigurt për ndërtimin e një të ardhmeje profesionale. Shkolla e mesme profesionale Kolin Gjoka këtu në qytetin e Lezhës ka disa kohë që ka filluar përgatitjet për vitin e ri shkollor 2026-2027 dhe një ndër pikat e forta të saj është fillimi me pararegjistrimet e nxënësve për në klasën e 10. Kemi patur si asnjëherë tjetër një fluks të madh interesimi dhe pararegjistrimesh nga nxënës nga i gjithë rajoni deri në Fushë Mamurras dhe në kufi me Shkodrën. Ju bëjmë thirrje të gjithë djemve dhe vajzave që po përfundojnë klasën e 9 dhe prindërve të tyre, ata që akoma nuk janë drejtuar këtu, t'i drejtojnë shkollës Kolin Gjoka sepse ju garanton një perspektivë shumë të mirë për të ardhmen e fëmijëve, të familjeve, të Lezhës dhe të ekonomisë së vendit. Në shkollën e mesme profesionale Kolin Gjoka ofrohen 5 drejtime studimi të përshtatura me nevojat të tregut të punës, hoteleri, turizëm, teknologji informacioni dhe komunikimi, ekonomi biznes, shërbim social dhe shëndetësor, si dhe teknologji ushqimore.